Kosovo i Metohija deo naše Srbije. Bio je konsulat serbe në Shkodër. Etnički bio čitila Kosovo 98. Ministri i jashtëm Ferit Hoxha dukshëm nuk i njeh zyrtarët serb. Mendsinë e tyre apo minimumi ato që Gjurić, Vučić dhe të tjerë kanë deklaruar në adresimet e tyre publike, lërë në aspiratët e tyre si që vojnë një zyrtare për sfastrim etnik të shqiptarëve nga trojet e tyre. Milošević je bio veliki srpski lider. Tre ditë pas sulmit në Banjsk në shtator 2023, Serbia do të nisë të ripushtimin e Kosovës, siç ka konfirmuar për revistën Time një zyrtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë të Joe Biden, luftë që ishte ndalur nga një telefonat nga inteligjenca amerikane. Ministri i jashtëm serb që takoi kryeterroristin Radojčić pas sulmit në Banjsk, ndërsa vazhdimisht kërcënon që ta marrë Kosovën edhe me luftë. Sa për Vučić nga t'ja nis, nga kërcënimet e vazhdueshme apo fraza Kosova është Serbi dhe se njohim kurrë, fjalë që i thoshte Miloševići, teksa vetë Vučići sipas dyshimeve bënte para me Sarajevo Safari, por Tilemanash këto mbetjet skaluar se erët gjenocidale që ende nuk kanë kërkuar falje për çfarë kanë bërë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Të flasim pak për shqiptarët në Lukin. In support of my bill, the Preševo Valley Discrimination Assessment Act, which would bring much needed accountability and oversight to Serbia's treatment of its ethnic minorities. Vërtet mendon ministri Hoxha se konsulata i zgjidh hallet e tyre, është në dieni ministri çfarë diskriminimi dhe spastrimi institucional po bëhet atyre. Ai di ministri se Departamenti Amerikan i Shtetit po bën punën e qeverisë shqiptare dhe po heton për këto metoda të reja të spastrimit etnik.